Numërsi i zërave, bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë, ulsi pari në edicionit të 31, duke vlerësuar më të mirët sipas dy jyrive, asaj profesioniste dhe asaj junior. Fituese të këtij edicioni u shpa dhe Nivi Sulishti, e cila u vlerësua për interpretimin e saj të spikatur, dhe Irsa Mashi, e cila po ashtu fitoi mundësinë për të marrë pjesë në natën finale të festivalit Festa e Këngës. Fituarin po diskutim që ja dedikoj tonë aty në që kanë kënë krohu jem shtetë prej ditës parë dhe vazhdojmë me kënë fuqishëm se meritojmë po tjetër. Kam mbi 3 muaj që përgatitem për këtë pjesë. Jam shumë e lumtur që të paktën puna jeme u vlerësu me një çmim edhe s'ka këtë bëhet më mirë se kaq. E kam kërkuar shumë këtë çmim edhe gjithmonë Qendra Kulturore është një vend ku jam një gjithmonë e lirë dhe gjithmonë kam qenë më e lumtur edhe jam shumë falënderuese jurisë për këtë çmim. Muzika është jetë. Për rëndësinë e këtij konkursi në evidentimin e talenteve të reja, u shpreh në përfundim të natës së dytë finale dhe drejtuesja Orieta Kelaj, e cila theksoi që shumë element të rinj cilësor po rritën në Qendrën Kulturore Kujtim Alia në Shkodër. Dynet të jashtëzakonshme për qytetin tonë, për çdo qytetar, për çdo familje. Realisht kena myll një punë 4 mujore dhe them që kena finalizu atë që Shkodra dihet që tashmë e ka, vetëm ai jena zot me çu për tej. Talenti. Viti fundit për mu si prezentues në Bilbila në stadin e fëmijës, viti fundit për mu si fëmijë në Qendrën Kulturore të Fëmijëve. Është e vërtetë që unë do largohem si fëmijë nga Qendra Kulturore, por siç e thuhet ti, Qendra Kulturore mbet gjithmonë pas teje, të ndjek gjithkund nga pas. Vulën e Qendrës Kulturore nuk ta jep askush në botë e njëjtë. Konkursi Bilbilat konfirmohet si një nga hapësirat më të rëndësishme për Shkodrën në zbulimin dhe promovimin e talenteve të reja.